Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzot për një me. Është data 8 janare vitit 2026 dhe ne jemi këtu para stacionit policisë në qendër të Prishtinës ku po pritet me u zhvillu njëri prej operacioneve më të mëdha kundër korrupsionit për vitin 2026, pra për janarin e vitit 2026. Është ora 5:26 të mëngjesit dhe para nesh është duke nis njëri prej operacioneve dhe ka nis njësitë e para të policisë me u grumbullu këtu në komandën qendrore të policisë. Po e nisim këtë rrugtim këtu prej qendrës së Prishtinës, pra prej drejtorisë qendrore të policisë dhe po vazhdojmë në zonat e tjera. Siç po shihet tash veç në qendrën kryesore ku do të zhvillohet operacioni, kanë nisë me u mbledh hetuesit e parë dhe policët e parë dhe na po vazhdojmë me ndjek ata hap pas hapi. Në Prishtinë, në minutat e para të mëngjesit, njësitë speciale, grupet hetimore nga krimet ekonomike dhe ato financiare grumbullohen për të qenë pjesë e njërit prej operacioneve më të mëdha kundër korrupsionit të vitit 2026. Operacioni është i drejtuar nga Prokuria e Prizrenit, të zhvillohet paralelisht në 6 regione të vendit. Pamjet nga Prizreni tregojnë se njësitë speciale dhe hetuesit kanë nisur të grumbullohen mëngjesin e datës 8 janar. I shtrirë në 6 rajone të vendit, operacioni i Prokurisë së Prizrenit dhe policisë do të ketë cak mbi 40 bastisje. Specialet dhe njësitë e tjera nisin grumbullimin edhe në rajonin e Gjilanit. Atje, 2 prokurorë të tjerë nga Prizreni do të drejtojnë në tërësi operacionin. Ne kemi 3 lokacione këtu në Gjilan dhe jemi ndarë në 3 grupe. Në një lokacion kemi 2 persona që tu vetë me u shoqëruar për stacion, gjithashtu në dy lokacione tjetër është një person i gjinisë kamerore, i gjinisë mashkullore. Dhe sipas kërkesës aty sigurisht. Po, ç'to këna. Dhe është mirë që ekipet janë të gjithë këto, Libja që është për një sinjal dhe video për punisë. Kështu që koha po duket që është pak e vështirë, por megjithatë jemi në lokacionet që i kemi të gjitha afër, janë të identifikuar të gjithë lokacionet. Edhe kështu se sa i përket, anës tonë është gjithçka për rregull. Po se që kanë shkuar. Se nuk ka probleme me gati, për më shku, edhe në momentin që shkojmë aty, domethënë u kishte kruat materiale. Po. Domethënë që kyçe për procedurën, të më marr. Po për të gjitha ekipet, sidomos çështjet e ekipeve përgjithëse janë mjaftuar për dokumentet e cilat kanë më kontrolluar. Një operacion i gjerë kontrolli po përgatitet mëngjesin e ftoftë të 8 janarit. Të grumbulluar në zyra, polic, prokuror, hetues, forenzik, hetime financiare dhe njësi speciale kanë ndarë detyrat për nisjen e bastisjeve. I shtrirë në disa rajone, operacioni ka në krye disa prokurorë të cilët ndajnë me hetuesit detyrat e fundit para kontrollit. Mirëmëngjesit Toger, mirëmëngjesit gjithëve. A mundëni pika shkuta me atë regu, që shedim janë 9 lokacione për regionin e Prizrenit për ditën e sotme, duke përfshirë regionet tjera që kolektan janë në lokacionet tjera në pjesë të ndryshme të qyteteve të Kosovës. Detyria për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionin lidhur me zbatimin e urdhëresës gjykatës që është paraportë të zbatohet sot, ka marrë të gjitha masat dhe është organizuar që të zbatohet urdhëresa në mënyrë të përpjektë siç kërkohet edhe nga përshkrimi i urdhëresës. Gjithsej kemi 38 lokacione në gjithë Kosovën, 38 lokacione në gjithë Kosovën, ndërsa në rajonin e Prizrenit kemi 9 lokacione. Për secilin lokacion është paraportë të ketë njësi speciale në sistem të hetuesve, nga 4 deri 6 operatorë. Për secilin lokacion është paraportë të jetë hetues 4 deri në 6 hetues për secilin lokacion. Si dhe kemi njësitë e forenzikës, 4 ekipet forenzikës, varësisht për nevojës ku ka nevojë që të shkojnë. Shumë mirë. Për mbështetje procedurale do të jem në teren unë, jam Labinot Jetishi, prokurori i Prokurisë Themelore në Prizren, edhe Qazim Gjara, prokuror i Prokurisë Themelore në Prizren. Është me rëndësi të zbatohen procedurat në përpikri, me rastin e urdhër kontrollit, të kemi kujdes, të kemi dëshmitar, të shkohet në mënyrë koordinume,
në mënyrë kohë reale do të shkojmë si në qytetin tonë, si në gjitha qytetet tjera në të njëjtën kohë. Ma mërmendja kemi siguru edhe policia femra në ato situata ku mund të kemi edhe të dyshuarat femra, kështu që prej tani ju uroj suksese edhe na prift puna mbarë. Ndarja e detyrave në Gjilan e Prizren pasohet me takimin kryesor në Prishtinë. Byroja Kosovare e Sigurimeve ka zyrën në Prishtinë dhe një pjesë e madhe e drejtuesve të saj ndodhen në kryeqytet. Në ndërtesën qendrore të policisë, hetuesit përgjegjës, prokurorët dhe njësitë speciale ndajnë detyrat e fundit. Të paktën 14 njësi të kontrolleve nisën në më pak se 5 minuta kohë. Përshëndetje për gjithë, si që thao drejtori, është një rast bukur kompleks edhe i ndërlikum, kështu që duke parë edhe ndërlikueshmërinë e rastit, kam vendosur që t'i caktoj 2 prokurorë që kanë bashkëpunuar ngushtë me hetuesit, për çka i falenderojmë për punën e madhe që është bërë deri më tani. Kemi të bëjmë me 4 vepra penale, kemi të bëjmë me shumë lokacione dhe i kemi të dyshuar hiç më pak se 47 persona, mesin e tyre një person juridik, kështu që sot presim të realizojmë në disa regione duke nisur Prishtinë, Prizren, Gjilan, Pej, Mitrovic, Obilic, Ravec e gjithkund tjetër. Kështu që kemi siguruar ndesat e gjykatës për urtë të kontroll, kemi aplikuar masat e veçanta, kemi ekipe të shumta, ka në terren, jemi përgatitur dhe kemi diskutuar me të gjithë ekipet në veçanti me kapitenin, drejtorin, lidhur me atë se çka duhet kemi kujdes në sekuestrim. Jemi kujdes që së bashku me njësinë e inteligjencës financiare t'i bllokojmë gjitha llogaritë sapo ne t'japim urdhër gjatë bastisjes. Kështu që jona është që sot të kujdesemi që më shumë të marrim dokumente financiare, ujdi gjyqësore dhe çka do tjetër që ka të bëjë me atë që secili njësit është terren. Për me pas më të lehtë punën, për shkak të njësiteve të shumta, janë të angazhuar sot 7 prokurorë në terren, kështu që do t'i keni prokurorët në secilin region dhe çka do që të keni dilema, konsultoni me ta dhe secili mund t'ju jap edhe instruksionet e duhura në kohë. E rëndësishme është që ta respektojmë ligjshmërinë, të japim kohë secilit, edhe nëse dojnë avokat me pas, ashtu siç përcaktojnë dispozitat ligjore, të japim mundësinë që të kenë të paktën 2 dëshmitarë secilin rast, dhe rëndësishmja është që ta kthejmë atë dëmin që ju ka shkaktuar palës dëmtuar që është mbi 1 milion euro dhe duhet ta njekim këtë rast më shumë pra paron edhe dokumentacionin. I vlerësuar me rrezikshmëri të lartë, operacioni kundër korrupsionit ka vënë në lëvizje mbi 300 polic, 8 prokurorë të shtetit dhe 10 anëtarë të tjerë të hetimit. Mbi 40 urdhra për kontrolle tashmë janë në duar të ekzekutuesve, të cilët një trajtshëm nisën drejt lokacioneve. Plani është që të gjithë të jenë njëkohësisht në zonën ku do të zhvillohet bastisja. Ku e ndëshku prokuror krejt të njësitas, çfarë cakti është? Sot jemi organizuar për një bastisje për të dyshuar, në fakti janë 47 lokacione. Kemi dyshime që i njëjti është përfshirë në veprat penale, keqpërdorimi i besimit dhe keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike, ndërsa të tjerët janë të përfshirë në ndihmë për të cilët do të bëhet fjalë pak më vonë. Pse është operacioni me kaq shumë njësi speciale? Bëhet fjalë për një vepër penale si e tillë, janë 3 vepra penale, por pesha e veprës penale është dëmtu buxheti jashtëzakonisht i palës së dëmtuar, në këtë rast Byroja Kosovare e Sigurimit. Dhe personat e tjerë të cilët janë përfshirë, a janë vetëm anëtarë të byros apo janë edhe kompani të sigurimeve? Në fakt bëhet për të konsuartë të cilat kanë qenë atë kohë në Byron Kosovare të Sigurimit. Sa është vlera e damave që dyshohet që e kanë bërë këta persona? Vlerat të cilën në këtë fazë kemi mundur të vlerësojmë dhe provat të cilat e kemi, bëhet fjala për 1.040.000 euro. Paralelisht me Prishtinën, operacioni nis në tërësinë e tij edhe në Prizren.
Nën ekipe me policë speciale hetues nisën drejt shtëpive dhe pronave ku strehohen persona që dyshohet se janë të involvuar në rastin e njohur si dosja e Byros së Sigurimeve. Tani po shkojmë në lokacionin numër 24. Është përpilu plani operativ. Bas të planit operativ, gjithë njësitet policore janë shpërndar në për lokacione. Jemi duke shkuar në lokacionin numër 24, ku do të kryet bastisja dhe do të mblidhen provat materiale aty që mund të gjemë. I shtrirë në disa komuna, rrjeti i dyshuar i keqpërdoruesve të sigurimeve ishte njëri nga grupet më komplekse për t'u identifikuar. Sipas hartës së operacionit, ata që përfituan nga skema jetonin në 6 regione të vendit, në mbi 40 shtëpi e banesa të ndare. Nga Prishtina, ku mbi 14 lokacione janë cak i bastisjes, harta e prokurorisë është plotësuar me 13 bastisje të tjera në Prizren. Paralelisht, specialet e prokurorët kanë mësyer dhe pronat ku jetojnë të dyshuarit e rajonit të Gjilanit. Prokuria themelore në Prizren, departamenti i përgjithshëm, në udhëheqjen e kryeprokurorit Petit Kurreziu, sot është duke bërë një kontroll, respektivisht urdhër kontrolle të shumta, pothuajse në tërë Republikën e Kosovës. Ndërsa ne tani gjendemi në Gjilan, ku në bazë të planit, në Gjilan do të kryejmë urdhër kontrolle në 3 lokacione. Çka po kërkoni prokuror në këto lokacione? Kjo çështje penale që është duke u hetuar përfshin një numër të madh të tanteorëve, respektivisht mbi 40 persona. Këta persona dyshohen për vepra të ndryshme penale, siç është keqpërdorimi i besimit, keqpërdorizimi i autorizimeve ekonomike, falsifikimi i dokumenteve. Përmes këtij urdhë kontrollit ne synojmë që të arrijmë të sigurojmë prova materiale me anë të cilës më vonë do të vërtetonim për te çdo dyshimi të bazuar mirë të nitit janë kryes të veprave penale. Në mëngjesin e atësar të 8 janarit, mbi 300 policë janë afër pronave ku jetojnë të dyshuarit për dosjen e Byros së Sigurimeve. Të dyshuarit që pretendohet se përfituan mbi 1.4 milion euro. Në mëngjes do zgjohen nga trokitjet dhe ndërhyrjet e policisë. Ndërhyrja në shtëpinë e njërit nga të dyshuarit në lagjet luksoze të Prishtinës bëhet me trokitje. Dyshuari haset në shtëpi dhe arrestohet në momentin e parë. Kjo shënon edhe arrestimin e parë të këtij operacioni. Mirëmëngjes. Jemi për policisë të Kosovës, Drejtoria e Vërtetimit të Krimeve Ekonomike, kemi ne urdhër kontroll shtëpinë tonë. Prit, mos u gos. Kush është ndarë? Nadia, janë shumë. Gjumi në moj. Me urdhëresat të gjykatës, sa po kemi urdhëres për bastisje, që nga ky momenti je i arrestuar. Dyshohen për veprën penale keqpërdorimi i besimit, po ashtu keqpërdorimi i autorizimeve publike. Bëhet fjalë për pozitën të cilën e ke qenë në Byron Kosovare të Sigurimit. Nga ky momenti je arrestuar, si arrestum ke disa të drejta, e para njoftohesh në gjuhën të cilën e kuptoni, ke të drejtë me pas mbrojtës, avokat, ke të drejtë mu deklaru, ke të drejtë mos mu deklaru. Kuptoj. Correct.
Paralelisht me arrestimin e parë, policia konfirmon arrestimin e dytë. Sipas rendit, bastisjet do zhvillohen me dëshmitar dhe prani të personave të dyshuar. Në minutat e para të kontrollit në lokacionin e dytë, të dhënat e para të hetimit nisën të shpërfaqen. Policë hetues gjejnë para kesh, orë të shtrenjta dhe bizhuteri. Hetimi i këtij rasti të korrupsionit ka përfshirë edhe hetuesit e krimeve financiar dhe të njëjtit gjatë gjithë kohës do të sekuestrojnë çdo gjë me vlerë që gjendet në shtëpi dhe në pronat e të dyshuarve. Do më një sef, fillim me shkanë tonë shpedim kodin, po i ka në fije e uqirë, jenë do bizhuteri, nuk ka posë një dhe monitore, po bizhuteri po. Dy kontrollet e para nisin pa probleme, por rezistenca e parë haset në Prizren. Aty policia obligohet të shkallmojë dyert të një prone. Sipas procedurës, në momentet kur dera nuk hapet pas thirrjes dhe trokitjeve të policisë, ajo duhet të hapet me forcë. Thyesjet e njësitë speciale janë aty për ta zhvilluar këtë procedurë. Policia hapet derën. Në banesë nuk ndodhet askush, po hetuesit në minutat e para gjejnë prova të rëndësishme. Brenda shtëpisë gjendet një pistolet dhe e njëjta kishte edhe shurdhuesin e saj. Arma do sekuestrohet pasi nuk kishte leje legale. Në ndërkohë ekipi hetimor pranon lajme të reja. Në fushë Kosovë ka pasur arrestime të reja të personave të cilët dyshohet se janë pjesë e grupit të sigurimeve. Me një urdhë të gjykatës themelore në Prizren, ne veç se kemi marrë në bastisën në lokacionin, këtu në fushë Kosovë, ku kemi fillu kontrollin, i dyshuari është prezent, gjithashtu kemi siguruar 2 dëshmitar, ju kemi siguruar të drejtën që për të pasur avokat, për njëti nuk ka pas nevojë për avokat, kështu që bastisja është duke vazhduar. Kontrolli në fushë Kosovë është i detajuar. Do kontrollohet çdo cep i banesës dhe do gjurmohen kontratat dhe dokumentet financiare. Me udhëzimet e hetimeve financiare, hetuesit kërkojnë çdo kontratë dhe marrëveshje të shkruar edhe në kontrollet të cilat zhvillohen në qytetin e Prizrenit. Një trajtshëm, operacioni zhvillohet edhe në zonën e Gjilanit. Caqet në Gjilan janë të shumta. Hetimi edhe në Gjilan mbështetet nga 2 prokurorë të cilët kanë udhëtuar nga Prizreni. Ne në vend të ngjarjes në Gjilan arritëm që të arrestojmë njërin prej të dyshuarve, për të cilin i kishim edhe urdhër kontrollin, ndërsa personin e dytë nuk arritëm që të hosim, e për të cilin ne do të vazhdojmë që të gjejmë sa më shpejt. Po, në bazë të provave që ne i disponojmë, respektivisht transaksione bankare, ne i vim në përfundim që të dytë, pra edhe baba, edhe djali, kanë arritur
në formën e njëjtë që të përfitojnë para nga BSK-ja. Në planifikimet operacionale, prokuria kishte ndërmarrë çdo hap për të qenë gati. Në momentet e para pas thyrjes së dyrëve, prokuria do urdhëronte bllokimin e llogarive bankare të personave të dyshuar. Me një urdhër të veçantë, urdhërohet bllokimi të gjitha konteve. Aty besohet se janë duke u ruajtur miliona euro. Prokurorët e pas parasysh faktin që një numër i lartë i qytetarëve janë të identifikuar për shkaktim dëmtim pra të buxhetit, vlera të mëdha të parave. Çka do ndodhë? Cila do të jenë masat që ka me ndërmarrë prokuroria në lidhje me këtë? Problemi hapa fillestar ka bërë bllokimin e llogarive bankare të secilit prej dyshuarve, të cilët po jetojnë nga ana prokurorisë për vepra penale, keq përdorim i besimit, keq përdorim autorizime në ekonomi dhe për vepra penale falsifikimi dokumenteve. Sa është e rëndësishme prokuror me bon ngrirjen e llogarive në këtë fazë? Ngrirja e llogarive bankare është më e rëndësishme për arsye për mos të rresh të hollat nga të dyshuarit, të cilët dyshohen se kanë përfituar të përfitime të majme ku dëmtimi i buxhetit është bërë rreth mbi 1 milion euro. Disa orë pas aksionit, prokuria Prizrenit njofton se janë arrestuar 39 persona, të cilat janë dërguar në mbajtje prej 48 orësh. Kjo kohë shërben për prokurorinë të hartoj kërkesën e paraburgimit për personat që duhet i caktohen masa e paraburgimit nga gjykata. 7 personat të tjerë që ditën e aksionit nuk janë hasur në shtëpitë e tyre, vazhdojnë të kërkohen nga organet e rëndë. Në ndërkohë, harta e bastisjeve nis të përmbyllur. Provat e prokurisë të grumbullora gjatë bastisjeve tregojnë për një skemë të sofistikuar të abuzimit të mjetëve. Të dhënat e hetimit pretendojnë që Kupola ishte në drejtorinë e byros së sigurimeve. Aty, sipas dosjes së prokurisë, në 10 raste drejtori bashkë me drejtorin financiar kryenin transaksione nga kontoja e byros në kontot e personave privat. Sipas skemës, personat që shtirësin si të autorizuar të personave që kishin aksidente, arrinin marrëveshje me byron në emër të kompenzimit të dëmeve. Mjetët bartishin në llogaritë të këtyre personave, e më pas, kur tërhiqeshin në kesh, ato ndaheshin në mes akterëve. Në situata të tjera, sipas dosjes së prokurisë, personat që nuk ishin fare aksidente kërkonin nga byro kompenzimin e dëmeve. Mjetët pasi kalonin në kontot e këtyre personave, tërhiqeshin në kesh edhe ndaheshin në mes akterëve të tjerë. Kjo skemë përsëritur në 10 raste kishte mundësuar që rreth 1.4 milion euro të qarkullonin nga llogaria e byros në llogarinë e personave të tretë. Mbrojtja e 2 drejtuesve në deklaratat e tyre kanë kundërshtuar pretendimet e prokurisë në këtë rast, duke pretenduar se krejt çështja është në favor të klientëve të tyre. Ju edhe në seancë keni kundërshtu paraburgimin, apo na tregon pse ka ndodhur kjo? Po i mbrojturi im është arrestu mbi bazën e dyshimit bazuar pe prokurisë për faktin se dyshohet se ka kryer veprën penale keq shpërdorim i autorizimeve ekonomike dhe keq shpërdorim i besimit. Ka do kompetenca aftisi që ka pas si drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve. Mirë, po gjitha pretendimet e prokurisë për këto vepra penale janë si rezultat i një deklarate të mëhershme që ka dhënë vetë drejtori i financave pranë Byros Kosovare të Sigurimit. Pas asaj deklarate me 10 mars 2025 është ardhur një kallëzim penal në Prokurinë Speciale për shkak të këtyre dyshimeve. Prokuria Speciale ka shpall veten jo kompetente për ta hetuar këtë vepër penale dhe e ka dorëzuar në Prokurinë Themelore në Prishtinë, e cila po ashtu këtë lënd për shkak të konfliktit të interesit e ka dorëzuar në Prokurinë Themelore në Prizren. Pra që një vetë lënda është ende në përprokuri dhe nuk është ndërmarrë asnjë veprim. Ndërka që vendimi për fillim të hetimeve është marrë vetëm 3 ditë para se të arrestohen të njëjtit si dhe 39 persona tjerë që janë në këtë rast. Unë mund të them që gjitha veprimet e të mbrojturit tim, zoti Sami Mazrekut, kanë qenë në përputhje të plotë me detyrat dhe kompetencat e tij si drejtor ekzekutiv pranë byros. Dhe të gjitha kompetencat për shpërndarjen e mjeteve, pagesave kanë qenë kompetencë ekskluzive e drejtorit për financa dhe kontabilitet pranë kësaj byroje dhe jo të mbrojturit tim. Kjo u përfol një shumë prej 1.4 milion euro. Çka keni pa ju, çka dini rreth kësaj shume, çka ka ndodhur me ato pa? Na deri me këtë fazë nuk dim asgjë për atë shumë, pasi që nuk na është prezantuar asnjë ekspertizë, as një lloj dokumenti lidhur me ato shuma apo asnjë fakturë, asgjë nuk kemi deri tani nga ana e prokurisë. Në rastin konkret, si ndaj të mbrojturit tim, po ashtu edhe ndaj personave të tjerë, është kërkuar një mazë ka qenë një seancë të zgjatër me një ambient tmerrsisht të papërshtatshëm.
për punë ditë në Prizren ku keni qenë edhe ju, edhe mendoj që këta aksione nuk i bojnë mirë as vendit e as drejtësisë, sepse janë të panevojshme dhe gjithë ata persona kanë mujtë me uftu në mënyrë të rregullt dhe gjithë do të kishin shku me dhënë deklaratë. A e dini çka është sekuestruar te këta? Kanë gjetë dokumente? Ata i kanë përmend kërkesën e tyre, mirë po na nuk kemi asgjë të faktuar deri tani. Ne gjithashtu kemi tentuar të marrim një koment nga Tauland Ferizi, avukati Valon Berishës, por ai shkurt ka deklaruar se nuk duan të prononcohen në këtë fazë të procedurës. Përkundër kësaj, tashmë Prokuria e Prizrenit ka proceduar penalisht 39 persona, ndërsa disa të tjerë janë në kërkim për këtë veprimtari. I pari i Prokurisë së Prizrenit, Petrit Kryeziu, tregon rrjedhën se si do të zhvillohet ky rast në të ardhmen, duke premtuar hetime të detajuara financiare dhe bllokim të aseteve të kësaj ngjarje. Kryeprokurori jemi disa ditë pas aksionit, prej njonit, prej aksioneve që është vëllë për kavlera, e cila dyshohet se është keq përdorur për dhe ka numri i të arrestuarve. A mundesh me na tregu pse ky rast në Prizren? Kështu fillimisht mund të them që jemi para një rasti, përkatësisht para një aksioni që ka pas gjithë përfshirje, jo vetëm territoriale, që ka pas shtrirë gjithë territorin e Republikës së Kosovës, por ka pas edhe gjithë përfshirje institucionale. Ka pas të angazhuar nga hetuesit e ngushtë të rastit, deri tek drejtori më i lartë i drejtorisë krimeve ekonomike dhe korrupsionit, kemi pas të angazhuar njësitë e reagimit shpejt, kemi pas ekipet forenzikës, kemi pas koordinim të vazhdueshëm prej kohës kur ne kemi vlerësuar si prokurori edhe me njësitë e inteligjencës financiare, dhe gjithashtu kemi pas të angazhuar prokuror e kemi pas gjyqtar të procedurës paraprake që në këtë rast ka qenë kryetaria e gjykatës themelore të Prizrenit, ajo që i ka lëshu masat e veçanta hetimore, sepse në këtë rast kemi aplikuar masat veçanta, njohura si masat fsheta, po ashtu edhe i ka lëshu urdhëresat për urdhër kontroll me urdhëresat cilat ne edhe e kemi zhvillu aksionin i cili ka fillu në mëngjesin e 8 janarit. Sa i përket pyetjes tuaj se pse rasti është trajtuar në Prizren, këto janë çështje të brendshme procedurale të institucionit prokurorit shtetit, dhe ajo që mund t'ju garantoj është që gjithçka ka shkuar sipas procedurave dhe rregullave, sepse kemi vendim të nxjerrur nga kryeprokurori i shtetit, përkatësisht nga zyra e kryeprokurorit të shtetit, dhe rasti ka gjithë përfshirje. Përveç Prishtinës ka edhe në Prizren, sepse 14 lokacione kanë qenë në Prishtinë, e 13 kanë qenë në Prizren dhe ka pas gjithë përfshirje edhe në Pej, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj, Gjakov, Obilic, Drenase deri në Dragash. Kështu që sa i përket kësaj pjese dhe kësaj pyetje, unë mund të them që gjithçka ka shkuar sipas rregullave procedurale dhe sipas kodit të procedurës penale, kështu që mendoj që është temë që nuk ka vlen as që të diskutohet, sepse ka vendim dhe mbi të gjitha ka trajtim të duhur të rastit. Duke parë këtë rast dhe duke parë ndërlikueshmërinë procedurale, faktike, juridike të rastit, e kam parë që do të kemi punë shumë më shumë sa në rastet e zakonshme. Andaj si e pror kam nxjerr vendim për caktim të 2 prokurorëve në të njëjtën çështje, sepse dihet që këtu pritej të kemi edhe arrestime. Kishim para vetës të dyshuar rreth 46 persona, duke përfshirë edhe një person juridik. Dihet që pritej të sekuestrohej dokumentacion i madh, të sekuestroheshin prova e gjësende tjera. Kemi pas para vetës transaksione të ndryshme dhe puna e vetëm një prokurori ishte e pamundur. Andaj më është dashur të punoj me 2 prokurorë. Njëkohësisht përderisa në ditën e aksionit kemi qenë në terren 8 prokurorë dhe nga aty 8 prokurorë deri më sot nuk janë dalur së punuari, sepse aty ka qenë vetëm fillimi dhe ne jemi duke vazhduar me trajtimin e rastit, duke grumbulluar prova, siç ka ndodhur edhe ditën e arrestimit të njëjtëve. Vlen të theksohet se në kuadër të ekipeve kemi pas në shumë njësitë edhe zyrtar policor gra, për shkak se në mesin e 46 të dyshuarve, përkatësisht panderëve, 18 kanë qenë gra. Tani këtu dua ta bëj me dije që mund të ketë dhe rezervohem këtë drejtim, sepse mund të ketë përveç të dyshuar, këta mund të kthehen edhe në viktima, sepse ka prej tyre që nuk e kanë ditë as pse po i marrin këto transaksione. Ka prej tyre që e kanë bërë prej vullnetit, sepse i ka thënë miku, dhëndri apo kushdo tjetër. Por ajo që na është vërtetuar, sepse është analizuar çdo detaj para se të vendosim. Jo rastësisht kemi qenë me 8 prokurorë në terren dhe jo rastësisht me rreth 400 zyrtar policor. Serioziteti jon
ka sjellë rezultate. Shumica prej këtyre të arrestuarve, për mos thënë pothuajse mbi 90% prej tyre, qysh ditën e arrestimit kanë zgjedhë bashkëpunimin me prokurorin e shtetit. Shumica prej tyre kanë pranuar fajsin, shumica prej tyre kanë treguar se si kanë ardhur ato transaksione në llogaritë e tyre. Kush i ka thënë? Si i kanë marrë dhe si më pas ato transaksione elektronike i kanë nxjerrë në të holla cash dhe kujt ja kanë dhënë cash në dorë. I kanë përmend këta të dyshuarit kryesor? Padyshim në deklaratat që janë marrën pyetje faktikisht në polici, marrën intervistimin në polici, dhe këto janë bërë edhe në prezencë prokurorëve në polici, dhe mund të them se kjo ka qenë edhe çelësi i suksesit, fillimisht lëndës tonë, por ka qenë edhe shpëtim për gjithë ata, sepse të gjithë fatin e kishin me kërkesa për para burgim. Po me qenë se ata bashkëpunuan, i ofruan provat, arsyet pushuan që ne t'i dërgojmë para burgim. Prokuroria nuk është interesuar vetëm të dërgojë persona para burgim. Para burgim i kemi dërgu ata që e meritojnë dhe që janë plotësuar kushtet për para burgim. Sikurse në çdo rast tjetër, edhe në këtë rast, ata 4 persona, cilët kanë qenë organizatorët kryesor dhe keshpërdoruesit e këtyre fondeve, ata kemi bërë kërkesa dhe gjykata u ka caktuar para burgimin kozgjatje prej 1 muajve. Vlen të theksohet se rastit i kanë paraprirë 2 zyrtarë, 2 përkatësisht përgjegjësit kryesor të Byros Kosovare të Sigurimeve. Ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të financave, të cilët besimin që është ofruar, pasuria që është ofruar në siguri për ta, ata e kanë kishpërdorur këtë besim. Kanë krijuar transakcione të ndryshme gjatë kujdesit të interesave pasurore të dëmtuarës. Ata kanë vepruar duke përfituar dobi pasurore për vete dhe njëkohësisht duke i shkaktuar dëm BKS-s. Kanë kishpërdorur autorizimet ekonomike, kanë krijuar bilance të paqena dhe mbi gjitha kanë krijuar dokumente të falsifikuara, të cilat dokumente i kanë përdorur si origjinale dhe në këtë drejtim kanë krijuar ujdi fiktive jashtëgjyqësore me 12 persona duke krijuar 25 transaksione. Çka ka ndodhur këtu? Këtu në këtë rast, me këta 12 persona kanë krijuar ujdi në të cilat kinse janë bërë jashtëgjyqësore për personat që kanë pasur aksidente dhe kanë qenë palë të dëmtuara në të kaluarën që veç se ata janë kompenzuar. Dhe tani, dikun 6-7 vite pas, kanë ardhur personat e tretë dhe edhe një herë kanë marrë holla në emër të tyre me nga 8.000, 10.000, 12.000 e 20.000 euro. Dhe ata persona, cilë dikur janë kompenzu, ata as nuk kanë qenë dijeni, që dikush është duke kompenzu sërish në emër të tyre. Kjo është njëra prej atyre, keshpërdorimeve, dhe keshpërdorimi tjetër ka të bëjë me atë që ne e kemi zbuluar deri në këtë fazë me 141 transaksione tjera që nuk kanë kurrfar llogarie, që nuk kanë kurrfar dokumenti financiar, që nuk kanë kurrfar ujdie. Thjesht janë transaksione të bartura nëpër qytetarë të ndryshëm, për cilët veç ja sqarova që ata qytetarë ka prej tyre që kanë ditur, ka prej tyre që kanë përfituar, por secili do të ngarkohet me atë që i takon. Pra, e gjithë kjo që është bërë kap vlerën e dëmit prej 1.043.000 euro për Byron Kosovare të Sigurimeve. Gjithçka që përfshihet rreth këtij hetimi, sa gjatë ju ka dashur me punën ato? Aksionit i kanë paraprir veprimet shumëta hetimore, para penale, por edhe në pjesën pas vendimit të nxjerrjes së hetimit, që ka qenë nga marsi i vitit 2025. Pra, pothuajse një vit, gati që një vit, ku kemi punuar me 2 prokuror dhe thash që në aksion pastaj ka ndalë edhe pjesa më e madhe e prokurorëve tjetër, që pa ta asnjë punë nuk do të mund të kryej. Dhe kjo e ka vërtetuar që vetëm me ekipe hetimore dhe vetëm së bashku mund të kryejmë punë siç ka ndodhur në këtë rast, dhe ne sot ndihemi shumë rahat, siç thotë populli, shumë rahat, sepse kemi siguruar pjesën më të madhe të provave, përderisa jemi ende duke zhvilluar hetime, të cilat nuk do doja t'i bëja të ditura në këtë fazë. E pam që ke çift bashkëshortor në mesin e të arrestuarve, pa të babë e birë. Po, kemi pas raste kur ka pas familjar, të afërm, ka pas persona të moshuar, ka pas të arrestuar edhe gra shtatzana, ka pas edhe gra me fëmijë të vegjël. Por gjitha këto
e thash që kjo pjesë do shta është që unë e mbaj një rezervim sepse ata mund të kenë qenë në një farforme edhe të lajthitur nga ato që i ka thënë miku apo i afërmit që do të paktën po flasim për atë që siç ata edhe na e kanë deklaruar në marrjen e intervistës në polici ku kanë treguar që e ka bërë për mikun apo për personin e vet që i ka thënë që ka probleme me llogarinë dhe ta bartin një transakcion 10.000 euro, 12.000 euro dhe pastaj ato i ka tërheqë dhe ja ka kthyer në kesh. Mirë, po edhe ai qytetar, edhe nëse nuk e ka ditur saktësisht, do duhet ta dinte. Do duhet ta dinte që nxjerrja transaksioneve të tilla, shumë atë kaq të mëdha të hollave, të vinë përmes bankës dhe të nxirren kesh dhe të jepën një personit, nuk është në rregull. Kështu që ne për shumicën prej tyre ne kemi edhe provat që edhe kanë përfituar materialisht. Por përfitimet e tyre janë shumë vogla në krahasim me ato që këta 4 persona tjerë kanë bërë. 2 prej tyre thashë që kanë qenë përfaqësuesit drejt për drejt persona të kyç të BKS-s, po janë edhe 2 tjerë që ne kemi vendosur të dërgojmë në paraburgim sepse ata janë që kanë mbledh persona tjerë. Ata janë në një forme personat që i kanë gjetur këto intervenime të persona të ndryshëm dhe i kanë kërkuar që llogarit i bartin. Edhe pse kemi prova të shumta që edhe 2 përfaqësues kryesor, domethënë përkatësisht njëri prej tyre faktikisht është njëri që më së shumti ka kërkuar për personave të ndryshëm që të bartë transaksione. Ju nuk e keni kërkuar paraburgimin për këtë pjesën tjetër për shkak që e kanë pranuar fajsinë edhe nuk ka pas arsye. Ne kemi siguruar provat mjaftueshme. Ne kemi siguruar deklaratat e tyre. Dhe ne kemi siguruar kush janë personat kyç. Dhe kemi vendosur që nuk kemi të interesuar për një person që ka përfituar 500 euro, ta dërgojnë në masën e paraburgimit sepse nuk janë përmbushur edhe kushtet elementare dhe qëndësore që përmbajnë dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, por për ta kemi shkuar me 2 masa, me paraqitje stacion policor dhe mos ofrimi vendit apo personit të caktuar dhe mendojmë që janë masa të duna për cilat të gjithë kërkesa e prokurorisë, të jemi të qartë, kërkesa e prokurorisë për sigurimin e prezencës pandehurit në procedurë, për masat që i kemi kërkuar, janë aprovuar në tërësi nga gjykata. Gjykata ka aprovuar edhe kërkesën për paraburgim, edhe për masa tjera. Dhe mendoj që është vendim shumë i dur dhe ne jemi duke punuar përkundër volumit të madh të lëndës, jemi duke punuar me prioritet dhe jemi duke siguruar edhe prova tjera që i nevojitën e timit. Na tha që pe ditës së aksionit jeni të vazhdu të punu, po a mundet me pas edhe viktima tjera të kësaj natyre që nuk dihen deri në këtë fazë? Ndoshta mund ta them që mundet me pas të dyshuar tjerë. Viktim në këtë rast e kemi Byron Kosovare të sigurimeve, të cilët mos të harroj pa e thënë, kanë qenë bashkëpunues gjatë gjithë kohës me ne. Ata kanë iniciuar rastin, ata kanë parashtruar kallëzimin penal, po ata kanë pas edhe ku ta drejtojnë, sepse institucioni prokurorit të shtetit kanë ndërmarrë veprime. Në bazë të dyshimeve që i kanë pas ata, ne kemi kthyer ato dyshime në prova materiale, e prova personale dhe kështu që kemi arritur ta kompletojmë rastin. Andaj viktim e vetme në këtë rast për ne deri në këtë fazë është BKS-ja, përderisa mund të ketë dyshuar tjerë, mund të kemi zgjerime dhe padyshim që do të ketë edhe për të dyshuar tjerë, por edhe për vepra penale të tjera. Sa gjiro llogari deri tash edhe sa është vlera e mjeteve që është bllokuar deri në këtë fazë? Është një numër i madh i llogarive të bllokuara. Ajo që mund ta them është që në total kemi bllokuar ditën e aksionit 1.300.000 euro. Mbi 1.300.000 euro janë të bllokuara të holla në llogari, përderisa rreth 23.000 euro janë para cash. Kemi sekuestruar stoli ari, aksesor, orë dorë të markave të ndryshme dhe prova tjera materiale që i nevojitën rastit. Besoj që në këtë rast kemi arritur atë që kemi pretenduar qysh për fillimin. Kontot e këtyre të kryesorëve të dyshuarve në këtë rast janë veç të bllokuar tash. Po, janë kontot e tyre, por dua ta them edhe një pjesë sepse shumë çka nuk mund të them në këtë fazë, nuk mund ndoj me ju. Mirë, po 2 personat përgjegjës kryesor, të cilët janë larguar më pas nga PKS-ja, është interesante që pikërisht ata 2 së bashku kanë hapur biznes konsulencë. Dhe pikërisht ky biznes i konsulencës, që është person juridik, ka qenë cak i hetimit ton dhe cak edhe i bllokimeve të llogarive edhe në atë biznes. Aty ka mund të qenë sepse njëri prej tyre është ekspert gjyqësor i licencuar për ekspertiza financiare. Dhe ai konsiderohet si person i jashtëm, si ekspert i jashtëm që mund të angazhojë gjykata apo prokuroria. Nuk ka pas të bëjë me çështjen. Në rast se nuk ishin bllokuar çdo mjete, kush i kish paguar në fund? Të jemi të qartë,
kemi qartë bllokimi i mjeteve është edhe për pjesën që janë personat edhe për ndihmë në keshpërdorimin e besimit. Dhe mund të ketë aty që të disa kemi bllokuar mjete më shumë se sa që e kanë bërë dëmin. Ata do të përgjigjen vetëm për dëmin e tyre. Dhe ka mjete që edhe mund të lirohen. Nuk është vetëm njëra prej formave që mund të kompenzohet e dëmtuara përmes llogarive. Dispozitat ligjore kanë një gamë të gjerë edhe të mundësive, edhe të sekuestrimit, ngrirjes, edhe të zgjerimit. Ne, ashtu siç përcaktojnë dispozitat e ne në notën e 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, në fund, kur ne e vlerësojmë dhe e vërtetojmë që kush janë personat kyç që e kanë kryer keqpërdorimin, atëherë ata i obligojmë, i marrim prej tyre, por në rast se nuk mund marrim të holla të gatshme, i obligojmë që ata të kompenzojnë dëmin vullnetarisht. Por në rast se nuk bëhet kjo, dispozitat e Kodit të Procedurës Penale kanë përcaktuar edhe mundësinë që ta sekuestrojmë edhe pasurinë e lehtëshme. E çka nën kupton kjo? Edhe atë pasuri që e kanë përfituar, qoftë të trashëguar, qoftë që e kanë përfituar para kryerjes së veprës penale, por qoftë edhe pasurinë që e fitojnë edhe pas kryerjes së veprës penale, në pafundësi, pa afat, domethënë prokuria, shteti do t'ia marr pasurinë dhe do ta kompenzojë të dëmtuarët. Po përtej kësaj, nëse gjatë hetimeve ne vlerësojmë jo vetëm këtë rast, por secilin rast që ka pasuri që nuk i dihet prejardhja dhe ne i vërtetojmë veprat penale të përcaktuar ligjin për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit të pasurisë, ne do të aplikojmë edhe këtë ligj dhe do ta konfiskojmë secilën pasuri që ka prejardhje për krimin. Pra, ne në kuadër të mandatit tonë do të kujdesemi, sikurse në secilin rast, edhe në rastin konkret që pala e dëmtuar, në këtë rast Byroja Kosovare e Sigurimeve, të kompenzohet për dëmin që është shkaktuar dhe që ne në këtë fazë kemi dyshimin e bazuar që është shkaktuar ky dëm. Të arrestumit e parë në këtë rast kanë personat e ish zyrtarët e Byros Kosovare të Sigurimeve. A kënimi hetu edhe pasurinë e tyre të këtyre shtëpiave që i kanë lagjet ma luksoze të Prishtinës? E thash që çdo gjë do të hetohet. Edhe shtëpitë, edhe pronat që i keni parë, edhe ato që nuk i keni parë, edhe ato që do t'i shihni, edhe ato që nuk do t'i shihni, gjithçka do të hetohet. Sepse gjithmonë keni farë tendencë që shtëpia është e vllaut ose është e babës ose është në emër dikujt tjetër, a ka më pas rrezik me mujt me mshef këta pasurinë për mos më mrri me hetu? Prokuroria flet vetëm me gjuhën e fakteve. Atë që mund ta provojmë pas ndërmarrjes së veprimeve të shumta hetimore nga prokurorë hetues terrenit, njësi inteligjencë financiare, ato që mund të provohen që janë pasuri e tyre, ato do të sekuestrohen dhe do të pretendohet që të konfiskohen më pas në gjykatë. Përderisa pasuritë e personave që nuk janë përgjegjës për vepra penale nuk mund të mirren. Mund të mirret pasuria në rast se mund të jetë e vllaut apo e dikujt tjetër. Nëse është pasuri vërtetohet që është dhuratë e një llosur, që i është dhënë për ta mbuluar pasurinë, padyshim që do të sekuestrohet e konfiskohet edhe pasuri. Mirë, po e thash në fillim dhe po e përmbylli këtë pjesë prapë me atë që ne flasim vetëm me gjuhën e fakteve. Ne nuk jemi për ta dëmtuar asnjë qytetar. Ne jemi që atë që e ka kryer ta marrë përgjegjësinë për veprimet e veta secili prej atyre të panderëve. Me këto deklarata që na thema herët se e kam pranuar fajsinë disa prej tyre, a vërtetohet që paret që janë tërhiq përsëri prej bankës kanë shku tek këta dy persona? Po, vërtetohet që shumica prej tyre e kanë sqaruar që i kanë kthyer në të holla cash ato që i kanë bartur përmes transaksioneve. Dhe transaksionet kanë qenë dy persona përgjegjës, është drejtori i Departamentit të Financave dhe drejtori ekzekutiv në bazë të rregullativës të brendshme të BKS, sepse pa urdhën e tyre nuk mund të ekzekutohet asnjë pagesë. Në mesin e të arrestumëve përveç këtyne ish zyrtarëve të Byros Kosovare të Sigurime pat edhe familjar, që kanë familjar me zveti, për shembull dy prind ose babe, bir, bashkëtar të kështu ngjashëm. Po, në këtë rast tham që kanë qenë 46 persona fizik të dyshuar, për cilët kemi nxjerrë këtë vendim për fillim të hetimeve dhe i kemi pas nën hetime, dhe në mesin e tyre 18 kanë qenë gra të gjinisë femrore. Ky rast dëshmon më së miri që krimi nuk nje as gjini, nuk nje as moshë, sepse ka pas të moshuar, dhe nuk nje as gjë tjetër, i te kalon edhe kufit kur është nevoja. Prandaj edhe ne në aksionin e 8 janarit nuk kemi njoft as moshë e as gjini. Të gjithë i kemi dërguar në pranga. Por fati ka qenë që ata kanë bashkëpunuar dhe ka qenë interes institucioneve që të sigurojnë këto prova dhe prandaj
për të njëjtit kemi vlerësuar dhe besoj që ka qenë vendimi më i drejtë që të shkojmë me paraqitjen stacion policor dhe mos ofrim vendet dhe personave të caktuar, përderisa për personat kyç kemi kërkuar masën e paraburgimit dhe është aprovuar masa e paraburgimit nga gjykata. Shikues të nderuar, kemi ndjekur në një reportazh të gjatë të recurinë e operacionit të prokurisë së Prizrenit dhe policisë të Kosovës në trajtimin e dyshimeve për korrupsion në Byron Kosovare të Sigurimeve. Për asaj që kemi pa, deri më tash kemi mjaft informacione për sekuestrim të mjeteve në kantët e të dyshuarve, po ashtu veprime të tjera të cilat dyshohet se janë të kundërligjshme. Është shumë e rëndësishme, shikues të nderuar, që në secilën situatë, secili prej jush që keni dëshmi për këtë rast, po edhe për rastet e tjera të dyshimta të korrupsionit, të raportoni tek institucionet e sigurisë e po ashtu të na shkruani edhe ne në kallzo.com. Andaj është mjaft me rëndësi që mos me harru adresën dhe me vazhdu me raportu në kallzo.com. Ne kaq kishim për sonte dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.